2 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare, fushata elektorale në Korçë po shoqërohet me tensione të shumta dhe akuza nga opozita se Partia Socialiste po ble vota. Direkte spaku ja, direkte ke. More vesh. Po pse? Çfarë ndash, ndalli para juve? Para ne nuk kemi. More vesh. Ndalli para po thon. Po para krijet në këto juve. Kandidati i PD-s për Korçën, Edmond Spaho, ka denoncuar përmes 2 videove në Facebook se përkrahës të kandidatit të PS-s, Arjan Jaullari, kanë ofruar para ndaj qytetarëve në fshatin Podgorie të Maliqit në këmbim të votës, me pretendimin se po kryenin shitblerje votash. Përkrahës të PD-s kanë ndaluar në rrugë një 21 vjeçar dhe e kanë pyetur se kush nga kandidatët i ka ofruar para. 100.000 kështë edhe mamas. 100.000 kështë edhe mamas? Po, do t'i si në atë ditë. Ja kështë edhe apo i kështë edhe në të Do t'i si në atë ditë, pa erdhë votimet. I keri ka ndorta. Kandidati? Po, keri ka mund ndorta. Si ka emrin kë? Anë dalin ka di, pa t'i këshërit adinja, pa t'i jashtë sa di. Ky kandidati pse si ka? Se djetë. Arjan? Pas publikimit të videos nga Edmond Spaho, shërbimet e komisariatit të Maliqit kanë shoqëruar 21 vjeçarin Kleant Kreka për sqarimin e rastit, ndërsa i riu pohon për mediat se gjatë kohës kur e kanë filmuar, ka qenë nën presion, ndërsa mohon të ketë marrë para nga kandidati socialist. Në Afrika të kisha i thashë 2 kafe koti, por nuk jam të vërtet ata. Në shtëpisë kishte njëri s'fare një. S'ka ardhur njëri. Jo asnjë njëri. Po lek të ka dhënë njëri, lek të ka premtuar Jo, njëri. asnjë. Por leka asnjë s'ka dhënë. Vetëm nga Afrika i kanë thënë se s'kisha si e thoshin, se isha shumë, dhe s'kisha si t'ike. Arjan Jaullari, kandidati i PS-s në qarkun e Korçës, ka reaguar menjëherë pas publikimit të videove nga Spaho, duke mohuar çdo akuzë për blerje votash. Jaullari, teksa i bën thirrje Spakut, KQZ-s dhe policisë së shtetit për hetimin e rastit, garantojnë qytetarët se situata është një makinacion politik i stisur nga opozita.